Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për leximet personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të marrim energjinë e dashurisë për dy persona të dashuruar. Dhe do të bëjmë një pyetje. Të do personi zemrës ndodhet larg. Të do fort ky person i zemrës dhe e demonstron ky person dashurinë që ka për ty, këtë do ta zbulojmë në anë të tarotëve, gërmave të alfabetit dhe shenjave të horoskopit. Pra, ky person të do fort dhe e demonstron këtë dashuri të fortë që ka për ju. Ky person është larg, thot. Është shumë larg. Pra, është në largësi, sepse tregon këtë person që është në udhëtim. Është shumë i lidhur fort me punën, të do pa mas, dhe këtë gjë ai e demonstron shpeshherë me ty. Demonstron. Por ti ndonjëherë mërzitesh, mërzitesh ai shtatave për këtë largësinë, sepse keni një distancë, më ndan ky det, kjo largësi. Është një person shumë pozitiv dhe gjithmonë tek ty ai e demonstron këtë dashuri që ka të fortë për ty. Dyshi shkopimve tregon që ka gjithë botën, por mban këtë vuajtje shpirtërore, sepse keni distancën, sepse jeni larg, dhe sepse ti ndonjëherë je e dyzuar, ishte fashëm dhe foli intuitës tënde të brendshme, atij zërit të brendshëm në subkonscient, fëmijës tënd të vogël që ke brenda vetes. Ky të shikon edhe pse është i vetmuar, ky të shikon me këtë dritën e tij si një dritë që mban në dorë këtë fener, si një dritë që i shkëlqen rrugën ku ai ecën. Të shikon si një yll polar që i ndrin rrugën drejt perspektivave të shkëlqyera në jetën e tij. Shumë shpejt do të sjellë lajm ku do të demonstrojë këtë dashuri të fortë, këtë pasion që ka për ty. Ai gjithmonë e demonstron këtë dashuri të fortë që ka për ty. Sepse katra e shkopive më tregon që ju të dy keni gjetur midis njëri tjetrit paqen, qetësinë, harmoninë në këtë shtëpi të bashkëore. Keni hedhur themele të forta për këtë dashuri që keni me njëri tjetrin. Me kë më rezonon kjo histori e bukur dashurie, ky demonstrim i bukur që keni për njëri tjetrin, me kë gërmë? Me gërmën Z, me gërmën Y, Z, me gërmën Th, me gërmën G, me gërmën T, R, me gërmën Zh, me gërmën F dhe me gërmën G. Kurse me shenjat e horoskopit më rezonon me shigjetari, me deni, peshoren, peshqit, gaforen, dashin dhe vigjeresha. Faleminderit shumë, miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.